Nxënës të gjimnazëve në Lezhë përdoren njohuritë në fizik, teknologji dhe matematikë për të adresuar problematika konkrete të evidentuar për tyre në komunitet. Ide dhe projektet e tyre u prezantuan në Festivalin e Shkencës, një konkurs në nivel të zëvapit, ku të rinjsohen zgjidhje praktike që shpresojnë të merren në konsiderat nga hartuesit e politikave dhe projekteve zhvillimore. Festivali i Shkencës ishte një mundësi, ishte një konkurs që na dha shansin të studiojmë, të folimentojmë rreth problemeve të ndryshme në shkollën e mjedisit tonë, të na arrijmë të gjejmë një ku menduam se mund të ketë zgjidhje të mundshme. Nëpërmjet këtij konkursi ne bashkëpunuam, grupin bashkëpunojmë njëri tjetrin dhe përdorëm shkencat, në rastin konkret fizikën, për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme, precize, inovative për një problem të caktuar në shkollën tonë. Grupi jonë prezantoi një projekt rreth palestrës së shkollës, ku pas studimeve që ne kryem, ne arrijëm të gjejmë të vëmë re se temperaturat e palestrës së shkollës janë relativisht të ulta. Kjo do thotë se frekuentimi i këtij ambienti dhe zhvillimi i frekventariat të tyre sidomos gjatë periudhës së dimrit ishte i papërshtatshëm, pra kushtet ishin të papërshtatshme, dhe ne punuam rreth krijimit të një sistemi ngrohje, në rastin tonë një sistemi ngrohje me tuba të instaluar në muret e palestrës, ku ne mund të transmetojmë ajër të ngrohtë nga këto tuba në ambientet e palestrës për ta zgjidhur këtë problem të caktuar. Duke parë që bullizmi është një nga fenomenet më kryesore në mjedisin shkollor, duke parë që shumë nxënës hezitojnë ta flasin atë, ne shfrytzuam Festivalin e Shkencave duke treguar idetë tona inovative rreth teknologjisë. Krijojmë një platformë anonime e cila është plotësisht digjitale. Është krijuar nga vetë zoti i shkollës TikTaka. Krijuam gjithashtu edhe një robot inovativ dhe këshillues me mikrobit. Qëllimi ynë është të përmirësojmë komunikimin dhe sigurinë, duke garantuar nxënësve mjete të sigurta për një raportim më konfidencial. Kemi përzgjedhur 4 sëmundje të cilat janë të veçanta dhe sigurisht kemi zgjedhur këtë sepse kemi vëritur se kanë mungesë shumë informacioni, sigurisht që kemi bërë dhe nisma sociale në komunitet, kemi analizuar më shumë sepse kemi krijuar edhe pushuar informuese dhe në pas të pushuarve informuese kemi shpërndarë në komunitet dhe në shkolla për të dëgjuar sa më shumë informacion si në komunitet si në shkolla. Më shumë informacion të bollshëm sepse janë sëmundje të veçanta dhe shumë të rrallë dhe sigurisht që kanë mungesë informacioni. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit në Lezhë, Antoneta Suta, u shpreh se ky festival i organizuar për herë të parë synon të nxjisë mendimin kritik dhe krijimtarinë shkencore të nxënësit, duke i orientuar ata drejt përdorimit të teknologjisë për zhvillimin e projekteve të zbatueshme. Ky festival synon të nxjisë nxënësit në të menduarit dhe të krijuarit shkencor, në idetë inovatore të tyre, për të ndërtuar sa më shumë projekte që pse jo në të ardhmen të vijnë në zbatim. Në Zvan Lezhë janë bërë pjesë e këtij projekti 10 institucione arsimore, nga të cilat janë shpallur fitues 15 projekte, të cilat u paraqiten dhe sot këtu. Është një juri e përcaktuar me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit që po vlerëson këto projekte dhe ne shpresojmë që të arrijmë të fitojmë një ndër 2 projekte që është edhe numri i përcaktuar për të vijuar në nivel rajonal e pse jo edhe në nivel kombëtar. Projektet e nxënësve janë vlerësuar nga një juri e përzgjedhur, ndërsa fituesit do të përfaqësojnë Lezhën në konkursin kombëtar.